Ky emision mundësohet nga Një përshëndetje shumë e madhe për krejt ju që sa po filluat në ndeshni në kanalin zyrtar të Nzo me Albina Zenelin. Me mu pra Albinën do t'jeni në minutat në vazhdim, ku do ju tregojmë sa përket botës së artit, kulturës dhe showbizit. Por, si që do rande, duhet me i falenderu partnerët tanë që e bëjnë të mundur realizimin e emisionit të Nzom, por edhe për këtë pjesën tjetër që si gjithmonë janë besnik, duke na klikuar në rrjetet sociale, Instagram, Facebook, TikTok e duke parë e lexuar gjithçka rreth pra botës së artit, kulturës dhe showbizit në portalin nzom.biz. Shkojmë në një shtëpi kryesore e do të rikthehemi në këtë ambient që pas pak do ju tregoj se ku jemi. Milident, ordinanca stomatologjike që përdor teknologji moderne. Trajtime të shpejta, rezultate perfekte. Staf profesionist që përkujdeset për ty në çdo hap. Milident ka ndërtuar reputacionin e saj mbi profesionalizmin, përkushtimin dhe kujdesin ndaj pacientit. Buzë qesh më shumë, ndihu më mirë. Mos prit më, Milident të jep atë që kërkon, shpejtësi dhe cilësi. Milident, buzë qeshja juaj, pasioni ynë. Mbajt premiera e filmit Karma në Cineplex, ku interesimi për të ndjekur nga afër kastin e aktorëve ishte i madh. Nzom ju sjell pamjet ekskluzive nga ky eveniment, i cili mlodhi artistë nga vende të ndryshme, të cilët ndanë me shikuesit përshtypjet për këtë film. Ta Shqip të kalu mirë është një atmosferë për një me shumë e mirë, atmosferë të mamë filmike, edhe kolegët e mi kanë marrë pjesë, Agroni, Lavi, edhe Agroni tjetër. Dhe që me nëzi po presë me pa filmin, besoj që kanë bo një punë të mirë. Ata kanë tregu pak në detaje shkurtre? Jo, bile edhe Agroni vetë, Agroni Shale nuk e ka pa, dhe me thonë që shka nda gjirimet edhe për ta është premierë, edhe a i për do me pasë. Kështu që zakonisht nuk i tregojnë kur jo premierat e për me lonë me pa nuk e pasu, po besoj në bazë punës edhe në bazë disa trailerat që e kom pa, po në bazë punës pritet për një film të mirë që keme me pasat edhe që keme pas shikueshmëri dhe ju uroj shumë sukses këtë kolege. Na pedim që jam rinjor për teatrin, po qa ka ndodhë me filmat, atë kanë ftu, atis do të shkosh atë qa ka ndodhë? Për mua, po ka kohë, ndërsa që me ndonjë film nuk më lujtë, sidomos metrazhe gjatë, metrazhe shkurt, po në seriale ka që 2 vjetë, do me thonë diçka që nuk kom marrë pjesë, pritet me fillu në seriale tash, kam qenë shumë i angazhuar në teatr, tanë kohën, po punë pas punë në teatr, rol pas roli, kam pas vështirë, milion ato për edhe më marrë me film, po që edhe filmin e çmoj edhe respektoj si vlera artit shumë e madhe, sidomos edhe aktrimit e regjisë e krejt. Nuk munguan as dy nga aktorët kryesor të këtij filmi, Agron Shala dhe Labinot Lajqi, të cilët i thanë disa fjalë për kamerën e Nzom. Është lezetë kur ndonë momentet mira me miq, me ardashës, është e bukur, po sidomos më e bukur është kur përfundon një punë edhe vjen me pa çfarë impakti po të jep ajo.
A mendon që publiku do e pranoj mesazhin e Karmës? Nështë ta me na fol pak a shumë për ata që po na shikojnë, po që sot s'kan mundësi me ardhë. Çka mund gjejmë te filmi? Nuk e di atë pjesë, po unë e di një diçka që për ata që s'janë sonde këtu, unë ju thom me ardhë dhe me pasat ndjesi edhe me gjyku bashkë në këtë drejtim. Nëse flasim për xhirimet, sa kohë ju ka marrë edhe kur e kurorëzove gjithë këtë, cilat janë ato, a je krenar për ato arritje ndoshta që i transferove gjitha emocionet në një film, në rol në fakt? Prej vetë faktit që kemi përgjedhur me konë këtë punë, normalisht që të bën mundi mirë kur ti për çdo ditë ki tendencë me u realizu në profesionin edhe në punën që e bën. Krenar nuk e di, duna me pa filmin se kom pa ala, po si proces ka qenë proces kogja i gjatë, do me thonë fillojnë me prova, me licencë skenarit, me analiza, me tjera deri te faza e xhirimit. Po unë di që kemi pas një bashkëpunim shumë mirë me Satin si regjisor, edhe si skenarist, pas një bashkëpunim shkëlqyshëm me dy aktorë, me Agron Krasniqin edhe me Labinotin, me krejt aktorë. Edhe jam i lumtur që pjesë e kësaj kaste ka shumë aktorë, po mes tyre janë edhe dy ikonat filmit që është Bislim Muçaj edhe Azat Mukshillu emni, edhe Bubi emni. Tani do e shihojmë na kur të shikojmë filmin. Po, patjetër. Çka je të punu tjetër aktualisht përveç këtij filmi? Ta kemi ndaj rol, pse Agroni nuk e shohim seriale vendore? Kohëve të fundit jam marrë shumë nga filmi i përqendrum, aty po mdojnë ma shumë edhe realisht ndoshta edhe unë vedu ma shumë atë pjesë. Edhe po sa kom përfundu filmin me Kaltrina Krasniqi Zbardhje, sa janë përfundu xhirimit, Vilesonte ata po e përfundojnë, po e festojnë përfundimin e xhirimeve. Po sonte unë dash me vonë këtu normalisht. Pas ke arsye me festu për dy festë. Po. Reprezentaci shumë e madhe. Anasjellas. Veç ashtu e Meli. Meli është lezet që okë. Meli është fantastik. Miki more jemi. Faleminderit. Është vetëm ja gjë që më bën mundi gjallë. Edhe vetëm ja gjë që ja adhuroj e duhet, që më e respektoj edhe nuk e kom plan mundal veç inshallah shnetën. Filmi Karma, çush e gjeti Labinoti vetën, çush u bë me qenë pjesë e këtij filmi? Me ton drejt skenarin e kom lexu kogja më aty, po nuk ju kon rolet e përcaktume. Edhe ka ndodhur diku 2 javë ndoshta para se mu marr vesh që po xhirohet, e ku marr rolin e Gegës që sonte veç po shihet që kom methe kogja shumë se për mes ka qenë rol shumë kompleks, është motori i filmit, mas ne është pak... Do me që ta bëj me hilen që se role ma të vështira të qitë. Besëm që më ka munu, ndoshta është roli dytë që i tut në sonte shumë qysh po britit. Kjo bibeka që me kamerë do të më të përcjell reagim, a ki me qenë salë? Po, tjetë. Okej, do të më me kamerë, nuk e ke pa do me? Jo, se Okej, sa ka zgjatë edhe cilin është akon ai moment që ke thonë, I give up se s'po moj ma? Jo, në këtë projekt, sinqerisht, jam knaqë, dhe i vetëmi që ndoshta ka met ndo një skenë mas 12 orëve punë që në lodhë ekipa, unë e kom kërku që me gjiru. Kemi pas ekipin shumë të mirë. Nuk është që ju më lodhë ndo njerë, veç që jemi smu njerë komplet ekipa, kemi pas një virus, jemi elmu, që ajo ko një ditë e keqe se çdo ditë ka qenë ma e mirë. 2 javë ditë mas xhirimit jam mërzit kogja shumë, kur u krytëm. Çka do ju thoje publikut në shta që sonte halas kanë ardhur? Cilat janë ato 3 pikat e forta, e di që me lavdru vetën është pak problem, po çka do ju thoje njerëzve që s'kanë ardhur halas? Qoftë se sa përket mu si rol, kanë me pa diçka ndryshe, se s'kom pas ma herë. Sa i përket filmit, filmi ka disa zhandre, është temë që nuk u pas i prodhimi Kosovës ma herët, ka komedi, ka dram, ka aksion mrena saj edhe ju thom që keni mu knaqë. Shikuesit e shumë të ullën në përvendet e tyre dhe prisnin me padurim fillimin e filmet. Shikues të nxon, jemi këtu në premierën e filmit Karma, ku unë dhe shumë shikues këtu mezi po presim, i kemi ndjek rrëfimet ekskluzive të disa prej aktorëve, po se çka do ndodh në këtë premierë do e kuptojmë së bashku tani. Unë me shikuesit e mi Besnik të nxon dhe me krejt këtë audiencë që aktualisht është duke na përcjell.
Për ndryshe, Karma sjell në ekran një histori që sfidon moralin dhe zgjedhjet njerëzore. Se kush ajo fije? Me regji dhe skenon nga Esat Feza, filmi trajton një nga konceptet më të vjetra universale. Ja. Veç ai sigurisht është pa. Ligjin e shkakut dhe pasojës, duke theksuar se askush nuk mund t'i shpëtojë veprimeve të veta. Dashnia nuk ekziston. Karma prek temat si lakmia, tradhtia dhe krizat morale, duke sfiduar publikun që të përballet me ndërgjegjën e vet. Me dhon mu 50.000 euro. Për ndryshe, juve shikuesve besnik të Nzom po aservojmë disa nga sekuencat më të mira të filmit, duke lënë shpresën se do ikni në Cineplex për ta parë. Ta thiri me Mickey Mouse-in. Leje, mëre. Apo shet që shpo knaqe. Po nga nata e ti sonte.